Sa interesant edhe sa lezet pas ka me dalë katunari në qytet. Dola mas disa ditëve në mes Cyriut, mes qytetit, bashkë të Jelmoli shtu afër në gjitur. Ose më saktë të kuafer Valentino në Cyri. Nifet ky kuafer Valentino në fakt. Edhe erdha sot për t'ju prezentuar, si që thash në studio, vajzën e miku tim Berat Berishës, Arbresha Berisha, e cila ka hapur një salon të estetikës, depilimit, rregullimit vetllave, çerpikut e gjitha këtë me radhë. Pra, Arbresha është një vajzë e suksesshme e cila ka marrë një salon në mes Cyriut në Kuafer Valentino brenda në ambientet e këtij kuaferi, brenda në ambientet e këtij Kuafer Valentino. Kam dëshirë ta prezantoj tek Folk Shqip Show, tek mira miliona shqiptarë që na shohin gjithë botën, konkretisht për vajzat dhe nënat apo gratë në përgjithësi në Zvicër. Po ashtu edhe meshkujt bën depilimin perfekt të lëkurës për femra dhe për meshkuj. Kam dëshirë ta prezantoj Arbreshën tek shqiptarët në Zvicër. Hajde me mua ta prezantoj Arbresha Berishën tek gjithë shqiptarët e Zvicrës anë mban. Shumë interesant dhe shumë sallon i mirë, shumë perfekt ambiente të mira, edhe më duket që këtu poshtë, këtu është kati për dhjes, apo kati i parë, edhe në podrum poshtë është studio e Arbreshës. Sa interesant dhe sa piktura të bukura pas kanë këtë korridorin e salonit, zbritëm poshtë, saloni është lartë, për shkallë vjen poshtë, jemi para derës Arbreshës. Hajde të gjitha gratë, të gjitha femrat, meshkuj, kush ka dëshirë për depilim, vetlla, çerpike, gjitha këtë me radhë. Të gjitha shërbimet që bën Arbresha, hajde këtu. Halo. Hoj. Përshëndetje. Përshëndetje. Si kalove? Mirë, faleminderit. Au love. I ka pak. Jenë punë? Pa. E pse nuk ka marrë pak ma vonë, unë po erdha tash edhe po të pengoj. Po me këshyrë qysh punoj. Okej, a mundem me pa të punu i herë, mos të ndërprej punën? Okej, vazhdo punën në Arbresh, pastaj kam dëshirë me t'i bo disa pyetje. Pasi Arbresha mbari punën, unë e prita edhe tash po ja jap dorën Arbreshës. Si Arbresh? Mirë, faleminderit. Si e kalove? Mirë. A i love? I ka pak. Ka pak. Okej, ne të kërkojmë falje që të pengum punë në fakt. Por kam pas dëshirë me të prezentu tek të gjitha femrat shqiptare në Zvicër, po ashtu edhe të meshkuj shqiptarë në Zvicër, sepse jeni vajzë suksesshme pas këtë dyqanin, salonin në një vend jo gjithë kush i mundet me marrë këtu dyqanin. Po, shumë fat.